Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare do të nënshkruajë një memorandum bashkëpunimi me Bibliotekën Thimi Mitko të Korçës për organizimin e veprimtarive kërkimore, akademike e shkencore mes dy institucioneve. Këtë vit pritet të organizohen disa aktivitete për Faik Konicën me rastin e 150 vjetorit të lindjes. Do nënshkruajmë një memorandum bashkëpunimi me bibliotekën, me drejtoren dhe do të organizojmë dhe veprimtari kërkimore, akademike, shkencore të dy institucionet, Biblioteka e Qytetit dhe Instituti Studive Ndërkombëtare në të ardhmen e afërt, duke filluar besoj në brenda këtij 6 mujori me një akademi diplomatike për Faik Konicën dhe sigurisht do ribotojmë dhe librin e Ilir Ekonomit për Faik Konicën, sepse është 150 vjetori i lindjes dhe këtë veprimtari do ta bëjmë bashkë me Bibliotekën e Qytetit dhe Universitetin e Korçës, me cilën kemi marrëdhënie shumë të mira. Më herët, Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare i ka dhuruar Bibliotekës Thimi Mitko në Korçë 100 tituj nga botimet akademike të 20 viteve të fundit, të cilat do të vihen në shërbim të studiuesve, studentëve, por edhe komunitetit korçar.